Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje zoti Bashkim. Urdhroni. Sot dëshat nga një dy çështje. Po. Që na shqetësojnë edhe ne. E para, ju flas nga qyteti i Tiranës, që nuk mund të thuj qyteti i Tiranës, po qyteti i Rrëmpallës. Pse e quani qyteti i Rrëmpallës? Po qyteti i Rrëmpallës se po tallet me popull Kikri Bashkiaku. Çfarë keni parasysh kur thoni këtë gjë? Që na kanë hequr koshat e plehrave, këtu në Tiranë tek rruga Lazar Shapatini, dhe janë 100 familje që tash shkojnë edhe i hedhin beturinat aty, aty tash lidhen dhe qenë të Tiranës, si nxjerrin këto qytetarë e kulturuara, që i marrin i majtë gjëja për qenë shpije, edhe pastaj nxjerrin nga shtëpia dhe vinë edhe i hapin tash të gjitha ato rinat që hedhin qytetarët atje. Edhe i besirje në përmjet ekranit tuaj Kri Bashkiaku Zeliaj, na rikthe koshat një orë më para, se po rrezikohet një smundja që këtë samone e pa parë këtu në këtë zonë. Po, ky ishte problemi i parë. Dita, i besirje kryeministrit dëgjoj këto zërat në mjes që bëhen në emisionet tuaj, që janë realiteti, dhe mos shko me mbledh militantët tuaj atje humbë dhe kohën edhe shpenzimet, edhe i përgatitjes edhe se si të studiojnë, se hallet dhe problemet tona, tashti vetëm po zvarritën më keq, se ka 2 vjetë, 3 vjetë që kanë bë pagesat njerëzit për të marrë lehen e shtëpisë e hipoteken, e akoma nuk e kanë morën, dhe tashti po dalin edhe dosjet e humbura, edhe derisa ti zoti kryeminist se ti zgjonësh fijen e penit të Lomshit, ti do të bëhet Lomshi edhe 10 herë më i mos se sa është. Po unë ju falenderoj që sjellni po. Ne që të vim paktën, ne që kemi hallat. Jetë që është bësh takim me një grup militantësh. Po unë ju falenderoj që sjellni këtu mendimet që keni, kemi mbritur kështu në pjesën më të rëndësishme të emisionit tonë, në hapësirën dedikuar tërësisht zërit të qytetarëve. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Urdhroni ju lutem. Po, zoti Bashkim, jam zotëri nga Peshkopia. Po. Dhe ka gjithkohës pa ujë, gjithë ky qytet në Peshkopi, doja të bëja një... Pse ka probleme me ujë në qyteti Peshkopis? Po, nuk ka ujë, nuk sjellin ujë. Sa kohë keni pa ujë aty? Apo vjen pak ujë, si e keni problemin? E lëshojnë gjysmore, ndoshta, ose nuk vjen fare. Në mëngjes nuk ka fare, në brëm ka vetëm gjysmore, dhe merren nuk vjen deri në katë dytë, imagjinoni. Unë ju falenderoj që sensibilizoni për problemin e rëndësishëm që shqetëson komunitetin tuaj në Peshkopi. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Po, flisni ju lutem. Jeni mirë? Mirë, urdhroni. Do të flas për këtë lytjen e ujit. Po, flisni. Vetëm mos dëgjoni veten në televizor se do ngatroheni. Po, të të fikë. Dua të flasë për ujnë që këtë bashkis dhe të ngrej ujtë, që ne jemi me zoga të vogla, me qira, e me ashtu si mund të përballojnë. Pra nuk përballojët rritja? Ne dojë zotit e rjonë këta, të rejtë aty e tjetër që kemi një problem me një dyqan, që dyqani ishtë i mbyllur dhe aji i ka faturar ujë. Dhe thot firma thot të pashti, ajo ujësirë të të paguaj firma dhe nuk po gjejmë zgjidhje. Po në qoftë se dyqani është i mbyllur, duhet të mbylli dhe kontratën që të mos paguaj as pagesën për mbajtjen e kontratës hapur. Jo, ne e paguajmë për shembull atë tarifën sa është, po jo ta mbyllim kontratën, se vllai ishte në Greqi dhe nuk është këtu. Dhe ka marrë nga firma në dorëzim tani në prill dhe ai ka fatuar ujin në 2016, kështu që si mund ta paguajmë me këtë tarifë, por ne nuk e kemi hapur dyqantare. Po a keni shkuar në ujësjellës për të ankuar për këtë gjë? Kam shkuar te metreseja, më thotë gjej me firmën, edhe në Kashar kemi vajtur. Edhe dyqani ishte pas sahat, e blem në sahatin vetë, edhe një auditët të na Kashari e vendosën.
Dhe nuk po zgjedhim dot të zgjidhje, prandaj ju lutem kur të rrisni në një sekretar në bashkisë aty, mund ta mbani shkrimin t'ia bëni. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju problemet që ju shqetësojnë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Kam një shqetësim se unë jam një qytetar i thjeshtë. Po? Bllokimin e rrugës që bëhet të kualifimi. Po? Nuk e shikon asnjë këtë çështje si bllokohet rruga, ajo është bërë aksidenti. Nga cili qytet flisni? Nga Fushpreza. Nga Fushpreza. E keni fjalën për Tiranën, po. Për Tiranën. Që bllokohet rruga nga makinat që mbajnë radhën për kolaudim. Këto shesh pushimet i kanë bosh i shpëzim për sapet e veta, ata blokojnë rrugën, bëjnë aksidenti. Nuk e shikon kush, nuk i më përsipër asnjë këtë punë. Po, pra policia rrugore të ndërhyj për të vendosur rregull në atë zonë, thonë jo. Policia rrugore nuk më mas fare, vetëm vjen e kalon aty edhe nuk e shikon këtë sistem fare të qytetarëve. Po, presim telefonatat e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Të presim dikë tjetër. Mirëmëngjes. Gjesa bashkim. Urdhroni. Kisha një problem me këto fasonet që punojnë këto gratë. Po? Si ka mos i ky ministri i financave para një 3-4 muaj, sa që është ngritur rroga, është bë 240.000 lekë. Po, paga minimale, po. Po, kur një kohë ato paguhen akoma me 210.000 lekë, 200.000 lekë në muaj. Për shembull, nusja ime ka 16 vjetërsi pune në fabrikë të këpucëve, edhe akoma paguhet me 210.000 lekë të vjetra. Pra duhet të ushtrohet kontroll dhe të zbatohen vendimet e marra dhe në sektorin privat. Si punojnë tona të gra me 200.000 lekë të vjetra një muaj rresht, i mbajnë jashtëorarit, as nuk paguhen jashtëorarit, as një gjë fare. Faleminderit edhe ju që sjellni një problem tepër të rëndësishëm lidhur me trajtimin e punojësve në fasonerit. Ka mjaft vrejtje, mjaft shqetësime dhe kërkohet ndërhyrja e Inspektoratit të Punës në këtë ndërmarrje. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni. Flisni, ju lutem. Mirëmëngjes, bashkë. Flisni pra, ulni zërin e televizorit nëse doni që zhvillojmë një bisedë normale. Urdhroni. Kur vdes kuçedra si presin kokën. Po? Shlo 3 kokat të reja. Për çfarë keni fjalën duke si këtë metaforë? Vdiqen Veroxha? Po? Shloj 3 kokat të reja. Ata janë socialistët, LSI-ja dhe demokracia. Demokracia Shqipni nuk ka as ka për të ardhur një herë. Pse jeni kaq mosbesues? Po s'ka, është e ka mallku Zoti dhe. Shumë pesimist dukeni. Gabimin më të madh ka gjithë përzekutumit që nuk krijon një organizat, një forcë politike. Një organizat që luftoi komunizmin, janë hala çunat e spionëve. Edhe vedia e më bo të amon si bori nanës. Pse, nga që gjendet për ditë në punë, pse kështu? O, torpë, e bajati. A i në mezirin kom, nuk ka kryu i familje. Tani mos të banalizojmë muhabetet. O, torpë, i gjelim të darë që la pasonët. O, torpë, lej lezet vetës, zë gjo me kufi. Po, zakonisht e deklaratat i ka dhënë nga vëndet ku ka kryer punë. Po, ja, Marti, nuk bëhet burë e kalamo. Mirë, mos besues për gjithë shka më dukeni. Mirë pafshim bashkë, vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Urdhroni, lutem. 24. Nuk e dëgjoj mirë, po? Përshëndetje. Flisni ju, lutem. Nga Peshqopia. Po? Deshim të kujtojmë qytetarit bashkisë, e di gjendjen e qytetit Peshqopis që është pa ujë. Për çfarë keni fjalën gjendjen e qytetit Peshqopis? Në çfarë aspekti? Pa ujë. Lavazhet vazhdojnë punën,
kurse ne rrim pa ujë. Pra dhe ju ngrini shqetësimin si dhe një qytetar pak më parë, Peshkopia vuan mungesën e ujit. Qa është kjo? Ato rinë në për zyra, rinë për kafene, dhe qyteti ri pa ujë. Lavazhet punojnë, ato fshatrat ndoshta ujisin ande, nuk ka bëva ki kapitret jetë pa ujë, asnjë ndot. Po, një falenderoj dhe juve që sillni informacionin që sot edhe një qytetar pak më parë, shqetësimin e banorëve të Peshkopis për mungesën e ujit. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem, do flisni? Të presim dikë tjetër që kur i bie telefonit është gati për të folur. Mirëmëngjes. Ju lutem, flisni. Përsëri njëjti problem. Do flisni apo ja? I lutem atyre që s'kan gjë për të thënë, mos ne harxojnë kohë minutat, janë tepër të çmuara. Janë minutat kur duhet të vijë zëri qytetar dhe problematikat që sjell qytetari. Urdhroni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Bashkim, duhet të flas pak. Vetëm unë ju lutem tani, mos ta bëjmë të mërzitshëm emisionin duke mbajtur lart zërin e televizionit. Lidhje me politikën me partitë politike që tani këto janë kthy tamam banda. Pse mendoni që partitë politike janë kthy në banda? Zgjedhjet që kanë bërë ato në partitë tyre, pa demokraci. Rama kandidoi me Lakrori. Basha zgjedhjen tjetër falso. LSI-ja parti familjare. Kështu që Shqipëria nuk ka më se çat presi prej këtyre. Besoj edhe ti e kupton si gazetare vjetër që je, që kështu kjo lloj demokracie të funksionoj këtu ke ne, kjo është jashtë logjike. Këto i vendosin vetë deputet, kryetar bashkish, kryetar grup seksionesh, nuk bëhet zgjedhje në popull fare. Kjo është antidemokratike. Pra ju thoni mungesa e demokracisë së brendshme brenda partisë reflekton pastaj në demokracinë e shoqërisë. Çdo men edhe në zgjedhjet e përgjithshme kur bëhen në gjithë vendin reflektohet. Po cili është diçka, ai ministri i jashtëm francez, thirrë Ditmiri Bushatin, ministrin i jashtëm tonin, se ishte problem i madh azil kërkuesit shqiptar nën moshë. Po. 9-18 vjeç. Tani imagjino ku ka arritur populli shqiptar të çojë fëmijët e vet 9-18 vjeç jashtë, se këtu nuk ka mënyrë, nuk ka dritë jeshile për këto të rinj. Nuk shikoni fare dritë jeshile? Nuk shikoj fare, këto bëjnë sikur po mundohen, sikur do rregullojnë ky sha ato të tjerë të shanjë këto. E merr vesh veti se si u kriju shteti, u luftu Meta me Janar, u vra njerëzit e bërë kryetar parlamentit, tash i president ishte njeriu i duhur, kishte lim të president e tjera. Një mostra politike. Ai Tom Doshi desh të vriste nga Meta e tjera, Basha 330 milion euro, vjedhje ke rruga Kombit, gjithë monstruoze thënje. Pra ju mendoni që kemi hyrë në një rreth vicioz nga i cili s'dalim dot? Rreth vicioz, lëmsh për paraporte, çfarë them ty, vetëm mashtrime. Dhe nuk shikoni shanse që ne të dalim nga kjo situatë? E kalofshi mirë me të mirat. Faleminderit edhe ju që sillni mënyrën se si e perceptoni jetën politike në vendin tonë. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Urdhroni, ju lutem, mirëmëngjes. Alo. Flisni, ju lutem. Alo, mirëmëngjes. Po? Mirëmëngjes. Flisni pra. Për këto takime që bën kryeministri me gjumë popullin. Po? Për ralla me mbretër. Ne po dëgjojmë për ralla me mbretër. Nuk dëgjojmë një çfarë do bëj me punësimin, çfarë do bëj me njerëz që janë pa punë, çfarë do bëj me dritat, me ujë.
Vetëm për Allah show është pak i thuash Karagjos. Është pak, më fal, po është pak i thuash Karagjos. Ai po tallet me popullin. Po tallet. Pse mendoni që po tallet dhe nuk po e dëgjon zërin e qytetarëve? Shumë se si do të kallim ti populli fukara, nuk e di më zoti Bashkim. Pra dhe ju ndjeni dëshpëruar dhe shikoni në qik me pesimizëm? Shumë pesimizëm, nuk ka dritë për para. Nuk shikojmë asgjë Bashkim, ai vetëm tallet. Ai në kuptim të plot fjalë ai Karagjos. Ai tallet. Po, në falenderoj dhe juve që sillni në mënyrën tuaj, mënyrën se si i vështroni këto problematika dhe aktualitetet më të fundit. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam i banor, jam një 5 metër nga 24. Po, në Tiranë, po. Kënaj kolektor kam ra dhe kam bë thirrje njësisë numër 1 dhe tek Medreseja për këtë kolektor ujtë. Po. Edhe nuk gjej rrugë zgjidhjet me asnjëri në botë. Pse çfarë ka bllokuar kolektori apo çfarë? Është bllokuar kolektori apo çfarë? Jo, nuk është i bllokuar kolektori, por ne vujmë për ujë për përdorjen e ujtit. Se kolektori është për të mbledhur ujërat e zeza me sa diun. Kërkesa sociale e rëndë. Po. Edhe kemi problem edhe me ujtin që marrin këta për përdorimin e punëve, me fjalë për sa i përket betonit, të llajit e kudir. Desha të baj thirrje, po patët mundësi të na animoni, mirë, po s'patët. Po faleminderit edhe ju që sillni një problem konkret. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes do të Bashkim. Urdhroni. Alo. Urdhroni, ju lutem, flisni. Flisni zotri. Është larguar qytetari. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Bashkim. Po. Bashkim, dëgjova një 2 veta që janë u çu për kryetarin e Bashkisë Tiranës. Po. Ku ta gjesh një njeri të këtillë më që është natë e ditësh në këmbë? Ky mundohet për të mirën e popullit. Po këta e kishin 4 vjet më përpara atë Lulbashën që i lanë gjumë, nuk kapi asnjë gjë dhe nuk flisin kështu. Nuk është puna që të flasësh me një fjalë me interes, po të flasësh të atë të vërtetën që kanë këta. Të çosh kondra me fjalë që nuk ka punuar, jo po ka kështu, jo po ka ashtu, kryetari i Bashkisë Tiranës, është nuk e di, është turp. Është një njeri energjik, nuk e ka mastimin në askugjë. Po e shikoj që ai po përpiqet nga gjithë anët që të zbukurojë Tiranën, ta mbajë të pastër. Është njeri i drejtë me fjalë, nuk ka interesa lart e poshtë. Nuk e di se qa po flasin këta. Qojnë për kryeministrin, po kryeministri tani po përpiqet që të vendosi gjithë shka në rregull, se është shtëpia jonë është bë me fjalë 24 vjet për afërsisht. E kanë shemur, e kanë tronditur nga gjithë anët, dhe me zi po merret me fjalë avash të merret situata në dorë. Ja, ne shikojmë që se si po vuajmë me hipotekat. Dhe vuni dorë tani po i shkarkon gjithat atë hipotekat. Çfarë do bëj ky njeri? Çfarë do bëj më tepër ky njeri? Po mundohet ditë për ditë që komunikon me popullin, të zbuloj ato të meta që kanë në punësit e zyrave tona. Ti e shikon që në bashki, qëkosh në bashki, leri ato elektrike ujtë që janë, po shkon në bashki, nuk të pret njeri morburi dhe utë. Shkon ministri, nuk të pret njeri. Shkon në krye ministri, prit mas 20 ditësh, po të vej dorë mbi të gjitha këta, do bëhet një diçka e mirë shumë. Po, në falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimin që keni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes me bashkimin dhe zotri. Po bashkë po flasim zotri, urdhroni. Zoti bashkimi jam një qytetar. Po, nga flisni? Në vitin 2008 kam qenë në emigrant në Greqi. Po. Kam bërë një aksident. Po. Dhe nga doktorata greke kam dalë invalid me 80%. Po. Jam kthyer pastaj në vitin 2011 jam kthyer në Shqipëri. Dhe kam kërkuar për kem
Po. Këtu në Shqipëri nuk ma japin, thonë duhet ta kështë kërkuar brenda 2 vjetëve. Pastaj më të nisën në Tiranë në kempin e Prore. Po. Më thonë ty të takon, por ke bërë ushtrim prandaj nuk të takon ta marrësh. Qa ligje është kjo që kam bërë ushtrim? Janë disa kritere të çuditshme të cilat penalizojnë qytetarët, thonë jo. Po. Ty të takon më thonë, por ke bërë ushtrim prandaj nuk do të takon ta marrësh. Ju invalidin i bërë pas ushtrisë apo jo? Pas aksidentit. Invalidin e kam bërë, unë ushtrim e kam bërë vitin 2000. Invalidin e kam bërë në 2008. Nuk e di çfarë ndodh, nuk di ku të drejtohem, nuk di këtu. Janë disa kritere të cilët që në pamje të parë tingëllojnë absurde. Disa kritere që në fund të fundit penalizojnë qytetarët. Urdhroni. O Bashir, valo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Unë jam një shuk Durrësit, një familjar, kam hallin e legalizimit ka 4 vjet. Po. Që nuk më kanë shkruar përgjigje as mbi, se kena rëzenën afër, në 200 metra kam rëzenën. Nuëm që nuk gjën prenga. Po pse, çfarë ju thonë? Nuk ju thonë asgjë apo? Kam taku ke kisha një Gobeleshe, takuan në pira në Durrës edhe ja bona këtë çështje, i dhash i letët dohet në fakt se. Po. A kështu dhe ku kam shkuar ti kam thënë hajtë ta rregullon një Gobeleshe, s'njet kur përgjigje në botë. Po zotë më interesoj çik, ma shënoj emrin, t'jap emrin tem. Nuk gjën prenga. Po, një falenderoj dhe juve që sillni hallin tuaj dhe ja besoni publikut të këtij mëngjesi. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Urdhroni lutem. Alo, News 24. Po, jemi drejt për drejt me publikun, flisni. Po. Alo. Flisni zonjë. Jam një banore e qytetit të Shkopis. Po. Edhe u bën jo një ditë, nuk flitet për një ditë, po për një javë ose gati një muaj neve nuk kemi ujë. Pra përsëri do bëhet me ne nuk e di. Përsëri problemi ujit në qytetin e Peshkopis, kësaj radhe me 20 tjetër qytetar. Nuk e di, nuk ka edhe një zgjidhje që të bie një botë ose një gjë që të mbushim ujë pak për banjat e për të larë. Ne jemi në hallëzi. Po dhe unë ju falenderoj dhe juve që risillni problemin që sollën dhe qytetarë të tjerë, me sa duket e gjendja në Peshkopi për furnizimin me ujë është tepër alarmante. Besoj se strukturat përkatëse të bashkisë dhe të normales ujësjellësit në atë zonë nuk do të jenë indiferente të shurdhët përballë zërit të këtyre qytetarëve. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni. Baçi. Po. Lidhën me këtë të gjithë këta që janë pa punë, nuk na dhe njëri na pyesin fare burrë. Na thonë, s'kemi ku të vënë, ku të ashut. Çdo familje më që është pa punë ta marrin na një në punë më, të afrojnë një ndihmë në gjë më. E dyta. Po. E dyta me këta lidhën me këta elektricisa dhe me këta faturat e ujit. Nuk i njohim ku çfarë persona janë. E kanë ngritur njerëz. Kush janë? Qa janë që na vinë, nuk i njohin fare se qa janë. Pra të vendoset një komunikim midis klientit dhe faturistit, po? Nuk i njohin se qa janë, nuk i njohin fare. Kur dhe paguajmë lekët kaq nuk marrin vesh, nuk i njohin. Mos i njohin, pse nuk mos të vinë këtu për na thonë unë jam Pilani. E qartë, dhe e treta? Apo kaq? E treta lidhën me atë Kërleshen që dëgjova aty Frabasha. Po. Kërlesheja duhet të fillojnë në 90 njësin në 2 këtë të gjitha ta që janë atë të gjithë ta pis gjakun e këtij populli duhet t'jave llogari. Po. Se të gjova dje atje që ishin në boka të deputeti fundin me 5 makina, 6 makina luksoze o zotri. Ku janë këto, kjo është gjaku i popullit more, unë s'kemi buk ta more, unë nuk Shqipëria nuk bëhet me dhe 500.000 vjetë. Ta djoj çdo njeri. Nuk bëhet me. Pra përsëri pesimizëm, ha? Bota këtu nuk bëhet me. Po, vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Urdhroni, lutem. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Ju flas nga Elbasani. Nga Elbasani, urdhroni, cili është problemi që doni se? Vish në Elbasan. Po? Flisni, mos dëgjoni vetëm në televizor. Çfarë është? Çfarë ndodh po të vish në Elbasan? Elbasani është tym dynjaja. Është tym dynjaja. Po. Është tymi Elbasan vetëm tym shikon. Është tymi metalurgjikut apo ka dhe ndotje të tjera? Tymi metalurgjisë zoni, natën punon, fabrik metalurgjia ditën e shujnë.
Por ambientin ndotet, si të qoftë, po. Unë a ditëm, shohin këto, a majnë le këto, se sa bajnë këto qeveritarët këtu në Elbasan? Po, çfarë bën Agjencia Rajonale e Mjedisit atje? Unë ju falenderoj dhe juve që sillni një problem tepër të rëndësishëm për banorët e qytetit tuaj. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Desha të thosha zoti Baskim. Po? Tu ka shumë probleme, në Tiranë apo në Shqipëri. Po, dhe çfarë do në nënvizojmë? Edhe neve, si qytetar, jemi shumë të pakujdesshëm, e kisha fjalën për pastërtinë e qytetit. Po? Unë i bëj thirrje gjithë banorëve këtu rreth rrotës ku banoj unë ke Keshi, Teoria e doktorata Keshit, se njerëzit duke ecë rrugën, çfarë kanë në dorë, hanë, torin, gjithë letrat i hudhin tokë. Pra më shumë edukat dhe përgjegjësi qytetare për të ruajtur të pastër ambientin. Po. Është një mesazh i rëndësishëm ky që vjen nëpërmjet zërit tuaj. Unë ju falenderoj që sillni këtë mesazh të rëndësishëm qytetar. Është mesazhi i përgjegjësisë dhe edukatës qytetare. Kushti i parë për të pasur një qytet të pastër. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Në ratë të parë bashkimi përshëndes, opinionet në Shqipëri ka në vdekur. Nuk i dëgjon njeri dhe nuk i interesohet as njeri. Kemi takimet e Edi Ramës me popullin, gjumë me popullin dhe të mësaj, se e Roxha dikur. Si mundet të bëj takimin në kulmin e punës, kryeministri merret me punë, nuk merret me më takim të ai. Opinionet e Shqipëri dhe punën në Shqipëri dihen. Do shpatull që të bëjnë të punë. Në qoftë se do merret me propagandë, kjo është propaganda më mirë për ta dhënë atë popull në gjumë, me gjithë që në gjumë është ka një shekull. Nuk mundet një kryeministër të talet me popullin do bëj këtë e do bëj atë. Kryeministri ka ligjin, ka gjitha mundësitë që të punojë për popullin. Nuk është që të talet me popullin. Çfarë po bën? Po punon Erion Velia. Ju kam dëgjuar edhe juve që flisni po punon Erion Velia. Erion Velia në rast të parë punohet atëherë kur punon për popullin, për të çuar rujtin, për të çuar dritën, për të çuar të gjitha. Nuk punohet për të bërë disa këngë lojnat, e kjo që nga që nga punë e sekretarit bashkisë. Po edhe ajo është punë, edhe këndët e lojrave dhe gjelbërimi, dhe sheshet brenda pallateve, dhe ato punë të bashkisë janë. Po ato janë detyrime më në bashkim. Po puna detyrime është, nuk po themi që sa i doli me kosta janë metri katror. Le ta thotë këtë. Qartë. Po të kesh para, të gjithë punojnë. Po të argjosh djesën e popullit dhe mos të vinqet ku e ka prioritetin, këtë e bën çdo njeri, edhe një butarat e të kryet të bashkisë, do e bëj të punë. Qartë, këndvështrimi juaj. Nuk e bën të punë, në qoftë se ka thesë me para. E qartë këndvështrimi juaj, po? Po në Shqipëri duhet të kemi prioritet bashkim. Po? Nuk mund të vijë sheshi përpara ujtit. Nuk mund të vijë sheshi përpara dritave. Qartë këndvështrimi juaj. Unë ju falenderoj që sillni dhe ju atë që mendoni në emisionin ton të hapur për të gjithë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Po, urdhroni zonjë. Mirëmëngjes bashkim. Urdhroni, flisni. Kemi një problem dhe problemi është shumë i madh, mos duket gjë e vogël, gjë e lehtë, sepse iku tjetri vdiq atje nga bomblat e gazit. Atëre, kushdo që ta bëj biznesin, do me bole, shkoj ta bëj zotëria në periferi, jo këtu në pallat. Pallat i ri këtu ai zotëria. Edhe Klusi ka hap një 3 xhaqe aty. Edhe do bëj guzhin aty gjelltore, me na hedh neve me bombla gazi, kjo është shumë problem. Erion Velia duhet të dëgjoj këtë dhe nuk duhet i lejoj këtë gjëra. Me sa kuptoj unë në pallatin tuaj, po hapet në një lokal?
Po lokale do hapen dhe po duhet hapen brenda të gjitha kushteve teknike në mënyrë që të mos rrezikojnë banorët. Çfarë kushteve mor bashkim, çfarë kushteve? Nuk kemi siguri o bashkim. Ne nisim një bombël gazi dhe merr flaki, jo bomblat më thoj aty në mes lagjes më na hedh në erë. Pra kërkojmë siguri si qytetar kur hapet një biznes i tillë aty pranë, thonë jo. Dhe unë ju falenderoj që sillni shqetësimin tuaj. Urdhroni, mirëmëngjes. 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 Ju lutem flisni. Jemi në 2 minutë në fundit për ditën e sotme. Urdhroni. 500 metra rrugë, po bëj një kërkesë. Po? Nuk na ka shtuar 500 metra rrugë, ndërkohë që këtë rrugën lidhet me autostradën. Ç'është ideja është? Ma shpjego pak? Në çfarë vendi ndodheni? Ku është kjo rrugë? Në zonën e këtë rrugëve Shjakut. Po? Dhe ku? Kemi nga 3 vjet që kena bërë kërkesën, vinë na morën në pyetje, jo janë zgjedhjet, jo do ta shtrëmë, jo kështu. Dhe nuk vepron askush. Po ju a kanë quajtur të drejtë kërkesën, se nuk mund të bëhen ashtu aq kollaj ndërhyrjet në autostradë, apo jo? E kuptoj, po marrën shtrun rrugën, llogaritë për 500 metra rrugë, rruga lihet me autostradën e me gjitha. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni shqetësimin tuaj. Kemi edhe 1 minutë kohë për një telefonat të fundit të shkurtër në emisionin tonë për sot. Urdhroni. Urdhroni. Urdhroni, lutem. Nuk e dëgjoj mirë. Nuk e dëgjoj fare mirë. Ju lutem qartësoni pak zërin tuaj. Mbani mirë telefonin që të dëgjojmë mirë. Duhet me punu edhe në periferi, jo vetëm në qendër. Pra, shqetësimi juaj është që të punohet jo vetëm në qendër, por edhe në periferi. E keni fjalën për ndonjë problem konkret? Në mbiti Turi, qerdhe nuk ka, tek qerdhe e kopti, akoma se kanë rregullu. Në çfarë zone jeni? Nga cila zonë flisni? Në Kodër Kamës, zona 11, e prakja sa. Në Kodër Kamës, zona 11. Po, unë ju falenderoj që sillni shqetësimet e komunitetit tuaj. Vjen zëri qytetarëve me problematika çdo mëngjes këtu në emisionin ton. Ishte telefonata e fundit për ditën e sotme, tani ftoj Regjin të vazhdoj me informacione të tjera.